Profesor Maelstrom është akoma duke kërkuar për humbjen e shpërthyesit Drago. Dhe shpërthyesi Drago është ende në ndjekjet Taiganderit. Por kur ta kemi në dorë shpërthyesin Drago, robotin më të fuqishëm nga të gjithë robotët e betejave, ne do të rregullojmë botën, por është një problem i vogël. Apo, e kemi një problem, duhet kapim Taiganderin. Haruka, çfarë të dhënash ke nxjerrë për kundërshtarin e betejës? Jam duke nxjerrë informacionin tani. Ja, po e shoh. Ata janë ekipi Nobunaga, një tip i lëvizshëm, zjarfiksi Tatsan Z dhe tipi bluz agenti Haiji Zenita. Të dy dallohen për lëvizjet e këmbëve dhe sulmet e gjata në seri. Zjarfiksi ka aftësi mbrojtëse të shkëlqyera, për të cilat duhet jemi të vetëdijshëm. Pra, duhet kontrollojmë lëvizjet e tyre. Ne duhet të luftojmë në një vit të ngushtë. Do të jetë fare e lehtë. Na lër neve në dorë. Nuk do të shgënjejmë. Por duket që komandanti i tyre Nobunaga ka disa zakone të çuditshme që duhen marrë parasysh. Më në fund erdhën. Duket shumë bukur, por si një shkëtëtire vërtet ama. Pjesëra dhe të prishur. Mendova se kjo eri vinte të rebrirshëm. Sa ka gjie. Kaq pak vetë për të na pritur? Këta duhet të kenë zakone të çuditshme. Ndjem sikur jam në karnaval. Ky fshat është vetëm pjesa qendrore e kopshtit të Nobunagas. Wow! Hey, çfarë është ajo gjë atje lart? Është shtëpia e Nobunagas. Çfarë? Ajo kështjella? Po ata njerëz kush janë? Disa nga shërbëtorët e Nobunagas. Nuk duken shumë mikstor. Ju duhet jeni sfiduesit e mi, ekipi Akira, kështu? Duke të pri vogël, por s'ka problem, mirë se erdhën në qytetin Azuchi. Ç'kemi? Kjo është një ditë e përshtatshme për betejë. Unë jam Nobunaga Honda. Komandanti i ekipit Nobunaga. Gëzojmë që u takuam. Unë jam Akira, komandanti i ekipit Akira. Ndërsa unë në jugu. Haruka, menaxhere e ekipit Akira. Do të them se kam dëgjuar plot gjëra për aftësitë tua në fushën e betejës. Kemi pasur rezultate të mira. Kur do të fillojmë me betejën? Shumë shpesh, vërtet. Por së pari, keni problem të vini me mua dhe të ndryshojmë diçka nga mënyrat e vjetra tradicionale? Pra jam vajza më e shushatur këtu. Hey, ku po shkoni? Për sushi, për sushi! Çfarë? Shef, ti je më i miri, nuk e ke shokun, jam në parajsën e sushit! Ja shënjestras, zero pi. Ka diçka që nuk shkon me këto shigjeta. Wani Luan! Faleminderit. Çfarë po bëni kështu? Nuk kemi ardhur të vërdallisemi këtu. Programi i betejës servitor do fillojë së shpejti. Duhet të bëheni gati të gjithë. Nxitoni! Wow, vërtet! Ky është sigurisht një vend shumë i bukur. Një kështjellë vërtet. Stili, ngjyra, pasqyrim artistik është spektakolar, ë? Si thua? Do futemi brenda dhe të përgjojmë pak. Do të fshirë azi. Nuk kemi ardhur këtu për vizitë, kemi një mision të rëndësishëm për të kryer. Taiganderi është qëllimi kryesor. Nuk do të ishte keq të bënim ca kërkime të shpejta. Me siguri është shumë bukur brenda. Le të gjejmë mënyrën se si do të maskohemi. Kështu që ne mund të kalojmë përmes turmës të heshtje, por shpejt si era. I pa skrupullit Taigamaru, Tinzari Rokamaru. Uaj, një ninja, dua të prek një ninja. Uaj, sa të bukur, sa të bukur. Mos u shqetëso, janë vetëm fëmijë. Ata me siguri mendojnë se jemi personazh të famshëm të televizionesh. Shiko ninja. Mund të na bëni ndonjë magji? Ju lutem bëni diçka për ne. Çfarë do të bëjmë tani zoti heshtja? Ata mendojnë se jemi vërtet ninja. Do të bëjmë pak shfaqje për ta. Eja, Ikim. Njerëz! Hey, çfarë është duke ndodhur atje? Ninja, dua t'i shikoj. ikim. Po! Hey, Akira, prit! Zogun, shiko Zogun. Hey! Faleminderit!
Oh, nuk ka asgjë, të lutem. Duhet ta bëjmë këtë gjë her pas here. Hej, a mund ta bëjmë edhe në një foto? Buzëqeshni pak, ju lutem. Ninja, ju faleminderit shumë. Të lutem, Akira. A? E do thoja... Ti je Rogamaru? Dhe herë nuk mund t'ikim pa Taikanderin. Edhe nuk ka gjë që të ndaloj. Ua, sa të bukur që nga. Dua të bëj një foto. Përshëndetje, zonjusha. Buzëqeshje për kamerën, ju lutem. Çfarë mund të bëj për ju? Nuk e di, që nga kaq bukur gjithë të vajzat bukura duke bërtitur për ne. Shkojmë atëherë më mirë. Ha, mos janë gjë shokët e tu. Jo, ata janë dy tipa të këqij të cilët na vinë gjithnjë nga pas. Nuk dua që tipa të këqij të vinë në këtë vend. Tepër vonë. Theru Jugu, ty do të kapin të parë. Ja vetë më mirë, pra. Fenerët. Kjo është thjesht budallallak. Robot ku ju? Dua që t'i largoni prej këtu. Lidhje militar. Lidhje tani. Nuk që nga nda ishtë të marrë. Jeni të përgotërit e mi. Sa miri që ajo punë zjati pak. Mendoj se do të bëjmë i vonë për betejën tonë. Jam dakord. Çfarë mendoni të bëjmë, komandant Nobunaga? Mirë, them që na mbetet ashtu mbetejën për nesër. Zonja? Me që s'kemi gjë më të mirë për të bërë, le të bëjmë një fest. Tani ne do të ham darkë dhe pastaj do argëtohemi. Kam frikë se nuk do të kemi kohë për këtë. Kemi një tjetër takim, apo jo? Çfarë është kështu me ju djema? Shoh që keni shumë orek, kështu që kënaquni dhe vazhdoni të hani. Hej, Nobunaga, ku i keni futur Taigamarun dhe Rogamarun? Oh, ata i kyçën poshtë në bodrum. Mos u shqetëso. Thjesht vazhdo të hash dhe kënaqu me mbrëmjen. E pse jo, faleminderit shumë, le të kënaqemi. Si thoni djema? O, ç'më gjeti. Hej, Rogamaru. Ha? Duhet të përgatisim një plan se si të dalim jashtë prej këtej. Kujtohet një herë një film kur dy të burgosur po bënin gjëra se po zgjiheshin. Duhet të jetë diçka e zgjuar, që ata budallënjt atje jashtë mos ta marrin vesh. Erdhën rojet brenda, ata nitlën rojet, dolën me t'jashtë. Mendon se funksionon? Po ka për të funksionuar më mirë se sa ideja jote e marrë për të veshur si ninja. Ajo nuk ishte një ide idiote. Mos fajso veshjet ti. Ti nuk shikoje mirë për shkak të goditjes së gjuhë. Nuk duhet më shikoje gjujt e mi, sepse më more më sysh. Po më thua se kam sy të këqij. Sigurisht që po. Asgjë. Po bëni mohabet miqësor si bashkëtarë që jemi. Ndihemi shumë mirë dhe rehat. Duhet të ndërtojmë një plan për të dalë që këtej. Duhet të hapim pravën me diçka. Ndoshta do përpiqem me këtë kapsen e letrave. Ke kapsen e letrave dhe ti mendon vetëm tani ta përdorësh? Shkon, funksionoi. Po, çfarë mashtruesi? Çfarë mendon? Është kaq trit. Nuk kemi kohë për këtë. Mirë pra! Përshëndetje të gjithëve, jeni gati për rock and roll? Tani kam një këngë të bukur, të shkurtër dhe të thjeshtë. Dhe 1, 2, 3, 4, 5. Është e padurueshme. Nuk duroj dot më. Sa bukur, e mahnitshme! Nobunaga më bën të çmendem. Si e bëre këtë? Thjesht e fika. Ide e përkryer, si nuk e mendove dhe më parë. Mendoj se i ke konsumuar i tetet tua sot. Eja, shkojmë gjejmë Taikanderin. Pa zhurmë, do të përdorim fshehurazi teknikën time ninja. 3 hapa para, 2 hapa mbrapa. Kjo arom druri më kujton diçka, mendoj se e kam iden se çfarë është. Ha? Arom myshku ku ndërmon në për ajër, vdes për të. Ej, mos ta jep këtë efekt ninja ty. Nuk ka të bëj me ninjën. Ky është kopshti im, është rinia ime. Kjo është ajo që më përket mua.
Nuk të kam ditur kur kaq të ndjeshëm. Nuk ka lidhje fare. Hey, kjo është vërtet një pikturë e bukur, e? Shiko, ky është I famshmi unë toku kanos, dragojnë të parajsës. Edhe pak dhe iku fare. E mrekullueshme. Po kjo këtu çfarë është? Çfarë bën këtu? Kur të meja? Iku. Kësohem. Kësohem që mëroj kjo. Na duhet të vrapojmë shumë. Një dalje atje. Brapo më shumë. Po, jo, që nga e mbyllur. Do të shtypemi. Vazhdoni kështu! Çfarë pëlqen ajo në këtë zhurmë? Unë nuk e kuptoj fare. Është e mërzitshme. Çfarë po bëjnë këtu? Dhe si mund të lirohen? Akira, kemi vizita! Vërtet që nuk është fajin. Më lërë të shkoj! Kemi Harukën këtu, e? S'kemi Haruka. A jeni të gatshëm të bëjmë një marrëveshje? Lërini të lirë atë. Ho, mendon se do ta kthejmë këtë përsëri vetëm se thua ti. Duhet të ne japësh diçka në këmbim. Ju I kaluat të gjithë kurthet e kësaj kështjelle? Unë e bukur, shumë e bukur. Vërtet më bët shumë përshtypje. Nobunaga nuk është koha tani për të lavdëruar ata. Akira ka të drejtë. Dëgjoni këtu hora. Më thoni çfarë kërkoni në këmbim të vajzës dhe pastaj nëse e marr ose jo në konsiderat, atë do ta mendoj. Nuk e dini çfarë? Ne duam ndaj Ganderin sigurisht. Çfarë? Kur shoku, kjo s'ka për të ndodhur kur. Mos të bëni budallëj. Ne kemi mënyra të tjera për të marrë atë çfarë duam. E dini. Prit një minutë. Nëse ne ju japim Ryugun dhe Daigun, Kush na siguron neve se do na ktheni Harukën? Ne nuk mund të besojmë, vetëm fjala juaj nuk na mjafton. Çfarë? Prisni një minutë tani. Po më lë të kuptoj që ne mund të gënjejmë dhe t'ju fusim në kurth dhe që nuk do ta mbajmë fjalën. Tani më lëndove shpirtërisht. Ju ndoshta keni të vështirë ta besoni, por ne jemi shumë të ndershëm. Se po na shikoni në atë mënyrë, akoma nuk keni besim dhe kjo nuk është një shenjë e mirë për të hyrë në bisedime. Doni t'ua tregojmë, shikoni. Djema! Haruka, Taigamaru dhe Rugamaru. Me sa duket e pas kam pasur gabim për ju të dy. Faleminderit për çfarë themë dhe ardhë. Kjo do thot shumë për ne, besoni. Ndjej ngrohtësi në dhomë. Edhe unë. Mendoj se duhet ta kthejmë prapë. kështu dhe unë. Nuk keni pse e bëni këtë. Seriozisht, mendimi vlen më shumë. Merre. Jo, nuk duhet të kënaqesh me këtë. Të lutem. Por ne ndjehemi tamam në të njëjtën mënyrë. Ti je me Duhet ta refuzoj. Krenaria jon nuk e lejon atë. Se po e bëni këto? Çfarë mendoni se po bëni? Më vjen keq, harrova. Ne erdhëm këtu për Daiganderin në të vërtetë. Dhe me që Ryugu dhe Daigu janë këtu, do t'ishte turpi madh për ne të mos I marrim me vete, ha? Kështu dhe mos e zgjatni. Oh, mos! E kapa Ryugun. Dhe unë Daigun. Ti ndjekin pas tyre! Rriti ku ju! Kjo është një arritje e madhe. Më në fund arritëm një sukses të diçka. Mjaft fole, ikim prej këtu tani lëviz. Mos I lër ata të ikin! Mendoj se u ikëm atyre.
Sa qetësi është këtu lart. Po, shumë qetësi, vërtet. Nuk mund të largoheni kaq lehtë. Po, do ta shohim këtë. Ju nuk mund të shkoni as sekundi. Bëni mirë të dorëzoheni tani. Dhe mjaft për të rëmuj këtë rrotull. Më dëgjuat? Ne nuk mund ta bëjmë kurrë këtë. Rrogamaru mund të zgjidhë këtu. Shemi më vonë, faleminderit për robotët. E di çfarë? Ishte vërtet një argëtim. Ryugu! Tani qetëso, nuk e për të shkuar as sekundi. Relax, stop. Ryugu! Ikim ta canë zë, për të shkallën, tani! Jepi, shko, dito! Faleminderit për ndihmën. Ta shohim sa ju pëlqejnë këto. Hej, theja borxhi! Theja shpejt! Nuk ka shans. Taigamaru! Hajde Zenita! Hedhje disku! Ajo! Ryugu dhe Taigu! Procesi bashkimi! Në rregull! Nuk do t'ju lejoj të bëni ata! Taiga, prerje vorbullës e Eros! Droga, prerje e Hana! Mos jeni të dëmtuar? Studio në rregull. Mirë pra, Ryugu! Mendoj se do të luftojmë dhe do t'i kapim ata përsëri. Le të shkojmë! Ndryshimi luftëtari! Ndryshim luftëtari! Cetra rufe! Goditja përplasëse! Goditja shqeqenës! Wow! Bëu gati! Ryugu dhe Taigu! Procesi bashkimi! Mund t'ua tregon dhe juve këtë? Taiga! Droga! Bashkimi mburojave! Bashkimi mburojave! Ambi dy fish Taiga! Cetra rufe! Goditja përplasëse! Shqeqena! Bashkimi shpatës Taiga! Prerja psikolueshme! Taigander, përdor shpatën e dragoi! Topin e dragoi! Visjar! Ja dona! Wow! Tani që gjithçka mbaroi, mund të bëhemi gati për betejën e nesërme. Po! Ekipi Nobunaga dhe ekipi Akira, zini pozicionet tuaja. Beteja e sotshme e robotëve është gati për të filluar. Nobunaga, ta dish, ju nuk do të na mundi dot ne. Kjo është ajo që mendon ti, Voglus. Keni për ta parë këtë. 3, 2, 1. Robot luftëtar. Luftoni! Ryugu, Polion, Taigu dhe